Po sa me sy, po sa me sy të keq na shofin, ca moramon, sa plasën nga inati, nga zilia, nga xhelozia, nuk e di, plasën. Dhe sa më shumë na marrin inat ne, aq më shumë zhyten. Megjithatë ne nuk jemi këtu për të zhyt tjerët, ne jemi këtu për të ngritë më lart Shqipërinë. Dhe po thosha që edhe këtu më kujtohet kur e kemi nis këtë rrugë, Partia Socialiste e Durrësit dominoi nga burrat, nga djemt, kishte shumë pak gra, Natasha Paço edhe disa të tjera shumë pak. Patjetër që kishte plot gra dhe vajza që votonin, por nuk ishin pjesë e organizimit, nuk ishin në hapësirën ku bëheshin diskutimet, ku merreshin vendimet. Dhe po më thoshte dikush, s'më thoshte mua, po komentonte, thoshte, po ç'i ke këto, Shqipëria është grua, Tirana është grua, Europa është grua, po kur shkosh në Durrës, thoshte, ç'a do thush? Ç'a do thush kur shkosh në Durrës? Ja pa po ja them unë tani, ç'a do them, Durrësi është burr, po ama drejtohet nga një grua. Edhe drejtohet nga një grua që unë e kam shumë shoqe, edhe që jam shumë krenar për të, jam shumë krenar për punën që bën, jam shumë krenar për urtësinë edhe për kushtimin me të cilën e bën punën.